Turizmi shqiptar tashmë ka një emër lider në fushën e akomodimit, spanjollen Melia Group, e cila do të jetë prezente në resortin San Pietro që do të ndërtohet në gjirin e Lalsit. Ky resort që do të shtrihet në 34 hektar tokë dhe me një sipërfaqe ndërtimi prej 140.000 metra katror, do të jetë projekti më ambicioz në sektorin e turizmit. Përfaqësuesi i Melia Group tregon në një intervistë për Vision Plus pse zgjodhi Shqipërinë për të investuar. Shqipëria ishte në planet tona strategjike. Ne vendosëm të zgjerojmë kompaninë tonë në rajonin e Ballkanit. Aktualisht po punojmë fort në ndërtimin e hoteleve në Kroaci, në Maltëzi dhe do ta përfundojmë me Shqipërinë, që ka një veçanti ndryshe nga vendet e tjera që lagen nga Adriatiku. Shqipëria ka një vit të gjatë bregdetare. Pra ka shumë plazhe ku ne mund të zhvillojmë konceptin tonë në mënyrë të plotë për sa i përket pushimeve. Aktualisht Melia Group operon në shumë vende të botës me 420 hotele dhe mbi 100.000 shtretër në pronësi. Ky emër i madh në fushën e hotelërisë zgjodhi të bashkëpunojë me kompaninë shqiptare Edilal, e cila do të konkretizojë projektin ndër më të mëdhat në rajon me një vlerë prej 88 milion eurosh. Ne nisëm aktivitetin tonë në Shqipëri. Ne po kërkonim për një partner serioz për të bashkëpunuar, pasi nuk njihnim vendin dhe as rregullat. Ne zgjodhëm një kompani të rëndësishme si ajo Edilal e familjes Dulaku për të zhvilluar konceptet tona. Mendoj se do të sjellim njërisi për sektorin e turizmit, do të sjellim ekspertizën tonë spanjolle për të zbatuar standardet më të larta, jo vetëm në këtë resort, por edhe në Shqipëri. Parashikojmë se resorti do të vizitohet nga rreth 20.000 pushues për gjatë një viti. Jemi të lumtur për këtë bashkëpunim me një shtet të ri në portofolin tonë. Ne operojmë në 40 vende të botës dhe Shqipëria është destinacioni ynë i radhës. Ndërsa arkitekti i këtij projekti, italiani Ettore Delias, tregon avantazhet e këtij investimi, i cili në thelbin e tij ka një intensitet të ulët ndërtimi, fokusohet në zhvillimin e qëndrueshëm, ndërsa do të ofrojë shërbime për një turizëm gjithvjetor dhe jo vetëm sezonal. E veçanta e këtij rezorti, ndryshe nga të tjerat, vjen nga mësimet që kemi nxjerrë nga ndërtime të tilla në vendet që laget nga Adriatiku. Në shtetet e tjera jemi hasur me një intensitet të lartë ndërtimi që kanë transformuar natyrën. Në resortin San Pietro do të kemi një intensitet të ulët ndërtimi dhe një sipërfaqe të bollshme gjelbrimi. Këto detaje japin garanci për cilësi si dhe për të ruajtur ambientin. I gjithë fshati do të bazohet në përdorimin e energjisë së rinovueshme. Të gjitha godina do të jenë me implante për kursimin e energjisë, si dhe me panele diellore. Vend të rëndësishëm zë edhe qarkullimi. Jemi munduar të kemi një qarkullim sa më të ulët automjeteve, duke i dhënë përparësi këmbësorëve. Një ndër objektivat e resortit është ofrimi i shërbimeve për të pasur një pushim gjithvjetor, jo vetëm në një sezon. Ndërsa për ambasadoren e Spanjës Silvia Cortez Martin, ky bashkëpunim është ndër më të rëndësishmit me Spanjës dhe Shqipërisë. Ky është një start i rëndësishëm në fushën turistike. Melia Group është një ndër kompanitë më të rëndësishme në Spanjë dhe e dyta në Europë dhe ka një eksperiencë të madhe në fushën turistike. Mendoj se ky është një bashkëpunim i mirë mes Shqipërisë dhe Spanjës, ku Spanja ka shumë ekspertizë për të ofruar. Ndër risitë e këtij resorti është edhe koncepti i ofrimit të shërbimeve all inclusive, çka do të thotë se do të jetë një vend ideal për të kaluar pushimet apo edhe për të jetuar. Ky fshat turistik do të jetë një rezidencë e ndërthurur bukur mes modernes dhe tradicionales.